Për arsyet e vizitës së kreut të NATO-s rute në Kroaci, do të bashkëbisedoj me zotin Esad Çollaku, ekspert sigurie. Zoti Çollaku, të përshëndes, faleminderit që gjete pak kohë. Tani, në kuadër të masave të sigurisë së NATO-s, por jo vetëm për Ballkanin, duket se kjo vizitë merr një tjetër kuptim, apo jo? Pas gjithë këtyre takimeve, çfarë u finalizua midis shefit të NATO-s edhe përfaqësuesve më të lartë të Kroacisë? Më së pari duhet të përshëndes të gjithë shikuesit e juaj dhe ata që ju ndëgjojnë dhe ju shikojnë për çdo ditë, sidomos kur jepni informacione të jashtëzakonisht shumë të mira. Në këtë rast, informacioni është i mirë që jo rastësisht sekretari i NATO-s arriti ta vizitoj Kroacinë dhe ato pikërisht në një kohë kur ndodhin disa gjëra që ne akoma nuk i kemi të qarta. Kam fjalën e popullit i Ballkanit, po megjithatë me mesazhet e qarta të cilët i ka dërguar zoti Trump këto 10 ditë të fundit dhe administrata amerikane, sidomos kryeministrit të Hungarisë dhe kryetarit të Serbisë, zotit Vučić, dihet mirë se këto kanë një lloj përplasjesh të ndikimit diplomatik apo geostrategjik në Europë. Ardhja e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s ka disa mesazhe që përçohen shumë në mënyrë pragmatike. Dhe natyrisht që këto mesazhe janë duke treguar edhe Serbisë dhe Hungarisë, sepse drejt për drejt të involvuar përkisht duke bërë një luftë për armatim ka Serbia dhe Kroacia në Evropë dhe njëkohësisht ambasador sekretari i NATO-s do të tregoj Kroacisë dhe gjitha shteteve që Kroacia më të vërtetë do ta ketë përkrahjen e plotë të NATO-s në çdo fushë, sidomos në fushën e blerjeve të armatimit të ri apo ripërtrirjen e armatimit të cilët është më së nevojshme që ushtria kroate ta sigurojë. Në anën tjetër, ju e dini mirë, keni dëgjuar dhe kam qenë mysafir disa herë që është ndodhur dhe faktikisht kanë filluar vetë shtesat e regruteve të ri të ushtrisë që do ketë obliguar të moshave nga 18 vjet deri në moshën 28 vjeç. Çka do të thotë kjo? Që mesazhi është i qartë për gjithë europianët se duhet të përgatiten eventualisht për një sulm të mundshëm që mund të ketë ndikim rus. Pikërisht Serbia në këto çështje momente dhe para disa kohe kur vetë kryeministri i shtetit të Hungarez e patë dhënë një deklaratë jashtëzakonisht shumë të çuditur lidhje me qytetin apo me portin e Rijekës që i takon shtetit hungarez. Dhe në këto tri marrëveshjet e fundit që i ka bërë Kosova, Shqipëria dhe Kroacia, dhe natyrisht këto marrëveshje që janë duke u përgatitur lidhje me Bullgarinë, natyrisht Malin e Zi, po problemet të cilët janë një pas një në Mal të Zi dhe në Shkup apo në Maqedoninë e Veriut e kanë bërë të obliguar vetë sekretarin të NATO-s që ta vizitoj Kroacinë dhe të jepë përkrahjen e saj që ajo të jetë të thamë një farë lokomotive drejt marrëveshjeve ushtarake të diken për tete. Qartë. Zoti Çollaku, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën.